Shikues të News ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni motin për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Gadishulli i Ballkanit goditet nga një masë e ftohtë polare duke sjellë rreshje dëbore dhe ulje të ndjeshme të temperaturave. Ndërkohë, Europa lindore dhe pjesa e Britanisë së Madhe do dominohet nga vranësira dhe rreshjet e shiut dhe të dëborës, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, masa polare përfshin vendin tonë duke sjellë rreshje shiu, ndërsa në zonat malore nisin rreshjet e dëborës, më të dëndura këto në veri të vendit dhe në veri lindje të saj. Temperaturat varojnë nga 3 gradë Celsius deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryjë fort jugore mbi 70 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet e tare 6 ball. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonet e Europës për ditën e nesërme. Pjesa më e madhe e kontinentit ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme duke sjellë përmirësim të motit kryesisht në zonën të Europës veriore dhe atë qendrore, ndërsa gadishulli iberik dhe brigjet e Egjeut dominohen nga intervalet të gjata me diell. Po ashtu, pjesa e Ballkanit dhe Europës lindore priten në ndikimin e masave ajrore të ftohta polare. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, masa ajrore veriore mbajnë vendin në kushte të paqëndrueshme me vranësira dhe shira të pakët, ndërsa rreshjet dëbore shfaqen përgjatë zonave lindore. Pasditja dhe mbrëmja sjellin përmirësim të përkohshëm të motit, ndërsa temperaturat e ajrit luhaten nga 0 gradë Celsius deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare deri në 40 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet e tare 3 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin.